Selamu alaikum hoxhë nderuar. Ramazani keni filluar me të pamurët e hanës. Dhe për këtë e keni qitur në edhe lajmërimin, kurse përfundimin nuk e keni bërë me të pamurët e hanës. Dhe pse kanë qenë lajmërimet se qeveria Nigerit e ka parë hanën. A mundesh me na spjegu si qëndron kjo çështje? Allahu ju ruaj. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agjërimin e kemi fillu me të pamurët e hanës. Dhe kjo është e saktë. Dhe kemi lajmëru në faqet e tona se nga 2 burime të sakta kemi marrë informata se e kanë po hanën edhe e kemi fillu agjërimin. Përfundimin e agjërimit se Ramazani në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ka 29 ditë ose 30 ditë. Dhe jo vetëm Ramazani, por gjithë muajt e hanës i kanë ose 29 ditë ose 30 ditë. 29 ditë i ka nëse u po hana në ditën në natën e fundit. Nëse u po hana pasi që ka kalue dita e 29, e ka hije dita e 30, u po hana, ka hije nata e 30, se nëse jam vjen nata para se më dita, llogaritet nata e para pastaj vjen dita, atëherë muaj llogaritet që i ka pas 29 ditë. Dhe për të ka një argument tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë ka bën një zotim për gratë e veta, mos më afruhet e to 1 muaj. Edhe kur u bë dita e 29, ka shku të tu. Dikush ka thonë, o dërguari i Allahut, ti ke bërë zotim se s'ki me shkue 1 muaj. Nuk e në hala 1 muaj, se në 30 ditë. Po të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po kena po hanën. Thënë 30 ditë që në ama u kry muaj. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ka bërë zotimin për 1 muaj. Dhe muaj hanës i ka 29 ose 30. Kur i ka 29, duhet më po hana. Nëse shihet hana, kanë kalu 29 e 30, ma nuk është i këti muji, është e para e mujit Sheval. Nëse su po hana, fe in ughmi aleikum, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse keni mjegur, nëse keni re, nuk e keni po hana, bëni 30 ditë. Agjërim. Kur të bëhen 30 ditë agjërim, bëhet bajram ma u pasu po hona se 31 nuk ka mundësi mi pas. Tash. Pse keni bë bajram Ramazan, e keni fillu me tomrit e honës, kurse bajram përfundimin edhe pse e ka lajmëruar qeveria nigerise. A disa gjahil të më konë qështu më full. A di sa ignorant do të më konë, me thonë e ka bëhën qeveria Nigerisë. A di se si nga bë baran, veç se s'bën baran ma me qafira që tu që shbëni ju. Për që ta? Se na bëjmë baran kër e shojnë hanë muslimant. Po e kanë po, kush e ka po? E kanë po qafira. Qëta që i logarit ti, ata na i logarit në qafira. Qëtu është qështja? Se unë e këm po që i kanë fullë dhe disa që i ka homër zilia për mrena, i ka tha, i ka tërë. E disa tjerë që kanë elementet poplit lutit. Po nuk bëhet feja kështu.
nuk bëhet bajram se kanë po hanën ata të cilët i luftojnë muslimanët bashkë me qafira. E kanë po hanën, po të bashkin po shka vlen e pamja hanës që kanë po ata. Për që kjo është dalimi pse ajo vija që në ndonë neve një monë është që kjo. Vija e devimit është që kjo. Vija e humbjes juve është që kjo. Se ju armisht e Allahut e të shëriatit e të muslimanve i keni miqë dhe bëni bajram me ta. E ka po hanën qeveria Nigeriës. Kush janë ata? E kanë po këta qërë. Kush janë këta? Që da të rëndë për të tynve? Po, ajo kanë bajram i Zhapinave në e këmë thonë. Edhe kështu i mes mrapa kësajna. Edhe pse u bo pak tepër, po i sfidoj apet se u konë gabim që keni bo bajram me hanën që kanë po ata si dhe kënë qafira. Urdoni për më bahale, urdoni. Zbën me bo, së këndosht me bo bajram se kanë po hanën qafira. Zbën me bo kështu. E ka po hanën firahonë, edhe që bo mi bajram. Pse këni lizu këtë libra, bëdi hova këtë? Që këni mësu fej, pa lidhje? Kur të vinë dëshmia prej besimtarëve të që pranohet dëshmia atyre. Dhe atë që kemi bënë ne, nuk u konë prej asni qeverie. Për shkak se ata cilët nuk gjykojnë sipas asaj që e ka zbritë Allahu subhanahu wa taala, ata nuk janë besimtarë. O me lem jahkum bima anzalallahu, fa ulaika humul kafirun. Edhe ata të cilët ndihmojnë qafirave kundër muslimanëve, nuk janë besimtarë. Kush duhet t'jenë ata, edhe nëse gjykojnë parimisht me shariat në deklarata. Por veprat që ju nxjerrin prej feje, me shka jarë se të një këtu. Po ja kene rejtë i kene mbyt musliman për tinza në është rejnë për honën, Qysh me i besue atëm dhe që e kanë për honën për një na, kurse ta i kanë tratu umetin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Janë gabime të rana në kuptimin e fesë, ose për më thonë, nëse s'kanë kuptu për fesë, kur që ishë? Është shkak se në kuptu për fesë, më thonë e ka qitë lojë me qeveria Nigerisë, kjo shumë është ashtiqare që s'ka kuptu kjo, kur që ishë? Dhe neve nuk në kanë ordojë me prej njerëzve të cilëve ju besujnë, të cilët nuk kanë vretje në jetët e tyre, nuk kanë vretje në imonin e tyre, s'ne ka orë asë një le. Të pëse s'kini bo, pëse si besujnë bëna që atëme që po thonë jona, besujnë që ata e qafira, të qysh me bo baram me amatatja, kuptonë këtë mesele. Po në po thonë tyje që ti së këndashtë me bo se ki bo keq, edhe të sfidoj me malkim që ki bo keq, edhe si kur gjaj qas, kur gjaj se s'hitës, kur gjaj këtë, edhe mirë po sapër me hekat përgjësi që bjen me neve. Fillimi është bo për shkak se u po. Përfundimi nuk u bo për shkak se nuk u po. Jo ka pa, po që ta që kanë pa ata si musliman, që të është dalimi. Edhe nështë mëna me bo përveç se ma ata që janë musliman. Me që ata që janë musliman nuk kanë po, atëre këmë dhe tyri me shtyje diri. Mi bo 30 edhe mes 30 ma qështja është e njuhur. Wallahu a'la wa a'lam.